إن الحمد لله نحمده سبحانه ونشكره ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Falënderimi dhe lavdërimi takon të madhit Allah, atë falenderojmë për çdo mirësi të cilën ai na ka dhëruar dhe prej të mirave të tij që në Islam na ka udhëzuar. Salatet tona të pandërprera ja dërgojmë dhe adresojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij ndriçueshme deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Të nderuar vëllezër besimtar, Allahu subhanahu wa taala e dalloi këtë umet me veçuri dhe tipare dhe cilësi dhe mirësi të larta, dhe prej këtyre mirësive të cilat Allahu e ka dalluar umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është edhe mirësia e ditës së xumë, ditë feste për besimtarët, për gjithë muslimanat, ditë prej të cilës janë privue, Allahu ja ka bërë të pamundur që i futëve dhe të krishterëve me gjetë këtë ditë. Për arsye se këtë ditë është e dalluar, Imam Ibn Kathiri rahimahullah tregon që Allahu subhanahu wa taala këtë ditë e ka dalluar, dhe prej asaj që Allahu e ka bërë këtë ditë të dalluar është fjalë e cila rrjedh nga kuptimi i saj el-Jum'a, që do të thotë tubim, ku besimtarët tubohen mu taku me njëri tjetrin, me kujtu Allahun dhe me kuptu që kjo javë e cila shkoi është një pjesë e ymrit dhe java të cilën do të vjerën që sa Allah jep ymër besimtarit, duhet të veproje që të takojë Allahun subhanahu wa taala faqebar. Andaj Allahu xhalla shanu wa xhalla xhalalu i thret besimtarët për ditën e xumat duke ju thënë atyre: ja eyyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'u ila dhikrillah. O ju të cilët keni besu, kur t'ju bëhet thirrja për me fal namazin e xumas, nxitoni me zell dhe për kujtim të Allahut. Dhe Imam El-Hasani rahimahullah thot, nuk jo pasha Allah, nuk është për qëllim që njerëzit me ngajt që shës zakoni tek ne, që me ngajt njerëzit me zonë namazin, po për qëllim është me nxitu nga sabahu që besimtari më i marë regullat e ditës së xumë, duke morë gusëll, duke u pasru, duke i vesh robat, teshat më të bukura. Kjo është për qëllim në nxitim. Ndërsa Imam Ibn Qayyim rahimullah thot, dita e xumë është ditë e adhurimit, dhe vlera e saj në krahasim me ditët e tjera është sikur se muaji i Ramazanit me muaj tjerë. Dita e xumë në krahasim me ditë e tjera është sikur se Ramazani në krahasim me muajt e tjerë, ndërsa çasti, momenti ku Allahu i pranon duat në ditën e xumë është sikur se nata e Kadrit në krahasim me ditët dhe netët e tjera të Ramazanit. Që do të thotë dita e xumë ka një ditë e madhe, vëllezër të nderuar. E kur të jesë një ditë e veçuar dhe e dalluar, atëherë besimtari duhet mi pas parasysh disa rregulla të cilat i kemi dëgjuar, mi po përsëritja ban dobi. E kur pe shofna që xhamati jon për fat të keqin, po sillet në të njëjtin vend duke mos i kuptu, a mos duke dash mi zbatu këto rregulla, atëherë neve si hoxhallar, po tham si mjek të fejes,
jemi të detyruar me prek varrën që ta shërojmë që ai kancer i cili është shpërndar në xhamat mos ta lejojmë që të shpërndahet, po ta shërojmë. Andaj e shoh të nevojshme që të flas sot për disa rregulla dhe etika të ditës së xumas. Pasi që kuptuam që Allah i thret besimtarët që të vinë në namaz të xumas dhe të jenë të zgjedhshëm dhe të kemë frikë respekt Allahut subhanahu wa taala, dhe kjo vlerë ditës së xumas do ta shohna në vazhdim, është një ditë e dalluar. Andaj çka duhet me vepru njeriu në këtë ditë? Dita e xumas është vëllazër dita më e mirë e javës. Hadithin e transmeton Imam Muslimi nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dita më e mirë në të cilën ka lindur dielli është dita e xumas. Në atë ditë Allahu e ka kriju Ademin alayhis salam, në atë ditë e ka fut në xhennet, në atë ditë e ka nxjerr nga xhenneti dhe në atë ditë do të bëhet kiameti. Që do të thotë dita më e mirë që lind dielli është dita e xumas, ditë feste. Mundoni që në shtëpinë e juaj të jese e dallume, si nga aspekti duke u zgjuar me fal namazin e sabahut, nëse e keni zakon me fal në shtëpi, bëjeni dhe kum thon namazi më i mirë. Namazi më i mirë është namazi i sabahut ditën e xumas me xhamat. Mundojoni vetit një herë në javë, mja bo borxh vetit me dal namaz sabahut me xhamat. Kjo është për të mirën tonë, vëllezër të nderuar. Të jesë ditë dalluese, është ditë që Allahu e paska bën me lind dielli, dita më e mirë e javës. Në atë ditë paska hi Ademi alayhis salam xhennet, nga ajo ditë është nxjerr dhe në atë ditë do të bëhet kiameti. Hadithin e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij. Një ashtu nga etika e kësaj dite është besimtari me dërgu salavat mbi pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam sa më shumë. Për arsye se transmeton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ka thonë, transmeton Imam Albani Sahihul Jami', ku thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kur të jese dita e xumas apo nata e xumas, shtoni salavatet për mu. Me një hadith tjetër thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush ma dërgon mu një salavat, Allahu ja kthen me 10 salavat. Që dëmë të thot nga etika dhe suneti ditës së xumas është besimtari nga nata e xumas me a fillu me dërgu salavat sa ma shumë i pejgamberin ton sallallahu alaihi wa alihi wasallam, që më shkurti njeriu nëse nuk mundet me thonë diçka, atër me thonë alaihi salam, alaihi salatu wassalam. Kjo është etika që besimtari duhet me bën. Një ashtu vëllezër të nderuar, nga etika e kësaj dite është larja në ditën e xumas apo natën e xumas. Dhe kjo është më mirë që ta bëjë njeriu momentet para se me shku në xhami. Vëllezër, ne kur kemi një gëzim familjar, kemi një takim të rëndësishëm, mundohemi t'i veshmi teshat më të bukura, ta përdormi parfumi më të shtrenjtë dhe më të mirë. Ndërsa kur vjen dita e xumas, pa dosh me ofendu askanin, ne shkojmë sikur se jemi duke shku me kry, edhe realisht është borxh, mi po jo duke u taku me krijuesin tan, i cili pas ka bërë dita më e mirë, ditë në të cilën Allahu ja fal besimtarëve gjunahet, që do ta shohim në vazhdim. Andaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtë hadith të cilën transmeton Imam Buharia dhe Muslimi, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kushdo që merr gusull lahet ditën e xumas, ashtu siç merr dhe lahet nga xhunubluku dhe pastaj i afrohet imamit dhe xhamisë, dhe hadithja më i gjatë, që do të thotë nga suneti i pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam është që besimtari mu lahet ditën apo natën e xumas. Këtu jap një vërejtje. Vëllezër të nderuar, elhamdulillah sot kemi mundësi, ujin e kemi, shampona kemi, dhe për me largu erën e njerëzve kemi, sidomos gjatë verës, të mundohemi të përdormi dozat e rënda. Kur të vimi në xhami t'i vere njeriu aromë bukur, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me të vërtetë me laçet pengohen prej asaj që ka pengon bita Ademit. Andaj edhe fetarisht ai i cili ka kepe dhe hudra është e pëlqyeshme që mos të dalë në xhami. Mirë, po tash mos ta keq përdore, dikush më thon, po ha, unë e kepe dhe hudra s'po dal në xumë, ose kum hangër. Jo, po qëllimi është që në shoh sa namazet tjera mos me dal. Paramendoni për pirin e duhanit, të cilën për fat keqin një pjesë e konsideruar e besimtarëve konsumojnë para se me hinë xhami
i gjeg apo kupton 5-6 shtima dhe himrejna, edhe pasaj e kal këtë xhamatin duhet me adhuru erën atij. Aromë e bukur pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam ka thonë, po mos ta kisha rënu umetin tim, ja kisha bë farz para çdo namazi apo abdesi, mi pastru dhomët e tyre me misvak. Kjo është nga etika dhe suneti i pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Vëllazër, një ashtu shkruja herët me shku herët në xhami, që është një pikë e dobët, me shku herët në xhami, domethënë për fat keqin e kemi provu me majt ligjërat, me lexu Kur'an. Kreti kemi përvu, mirë për fat keqin, një pjesë e xhamatit kanë dëshirë me nejtë në kafe, këtu kanë arsye punëtorët, pleqrit, të cilët nuk mujnë me majtë abdesi dhe kështu me radhë, mirë për i shofna edhe ata të cilët pretendojnë pasimin e sunetit pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam, e neglizhojnë, e nënvlerësojnë këtë sunet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me orë në xhami më herët. Dhe ku dihet safet më të mira të muslimanëve janë safet e para. Xhamati unë ka kuptu kontra. Menon që me ne të dera e xhamisë në sokak është më sevap se me do në safin e parë. A pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam ka thonë safet më të mira të burrave janë safet e para. Safet më të mira të grave janë safet e fundit. Tash kishin e gjenë vetin të cila kategorinë të dosh me hije. Vëllezër të nderuar, shkuja herët në xhami. Tha pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam, hadithin e transmeton Buharia dhe Muslimi në hadithin e lartë përmendur pak më herët. Tha kush lahet dhe merr gusull ditën e xumë, ashtu si lahet nga xhonoplloku dhe e bën niyet për me dalë në xhami, i bëhet sikur se në kohën e parë me prej një deve kurban. Ku shkon në orën e dytë pak më vohën, e ka sikur se me prej një lopë. E ku shkon në orën e tretë është sikur se me bën një dash me brina. Dhe ku shkon në orën e katërt, e ka sikur se me dhën një pul kurban. Dhe ku shkon në orën e pestë, e ka sikur se me dhën një vezë kurban. Ndërsa kur hip imami dhe hip në hutbe, atëherë tha ndalen me laçet dhe ata e dëgjojnë hutbën dhe nuk shkruajnë më. Domthon deri kësa hip imami ki mundësi me arrit sevapin e vojës, vezës. Kush ka orë me herët, devën, lopën, dashin, pulën, vezën. Dikush as vezën së në arin, mas i tipe xhamati apo imamin e hutbe, ja fillon dal nga dal. Dhe shka me e keqja, këto pse jam duke fol sot, është për shkak bisedës e cila bëhet gjatë hutbës. Dërsa pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam këtu na del në programe kemi të kjo TV-ja, kush i thot vllau të tij besimtar ditën e xumah pasi që të jipe imamin e hutbe, hesht, shuj se du me ngu hoxhën, sa të bo gjuna, tha faqad laga, e ka hup shpërblimin e xumahs. Shka me të puna të cilët këtu për fat të keqin shkupi jonë ka bën një tradit, xhamati qëndrojnë jashtë apo edhe në xhami, në telefona, kemi edhe katët poshtë, nalt e kret, bëhet muhabeti si më kom bit pazar. E dini që 2 recatet zëvendësuese të drekës janë qëndrimi i imamit në hutbe. Kur imami hyp në hutbe, kjo është përgjegjësia e imja, sa janë përgatit, Allah i ka me vetë, o molla bexhet. A i ki përgatit që me mojt xhamatin të vetëdijshëm? A i ki përgatit ti dersin që xhamati me të ngu? Apo ti vetëm ke ardhur kështu dhe xhamati nuk ngon? Apo kontra, ti përgatit xhamati s'ka ngu, ka me lip hak, që xhamati s'ka ngu, kanë ardhur, e kanë kry, në thojza një obligim, mi po se kanë kry që lip Allahu dhe ka porosit pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam. Andaj vëllezër të nderuar, duhet besimtari me heshtën gjatë hutbës kur fol imami dhe me arë sa më herët me arrit shpërblimin e devës, mos mujshit devës, barëm mos u bani koprac një vezë me dhon kurban për Allahun subhanahu wa taala. Vazhdim vëllezër, privilerave të ditës së xumah është që besimtari në këtë ditë është një moment ku Allahu i pranon lutjet. E kam përsërit, e përsëris dhe vazhdoj do ta përsëris sa është fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Transmeton Imam Nesaiu në sunenin e tij dhe Sheikh Albani këtë hadith e konsideron të mirë, ku thuhet se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dita e xumah është 12 orë. Kështu ka thënë pejgamberi alaihi salam. Nëse muslimani lutet, i kërkon Allahu diçka, ai do t'i jap atij për atë të cilën lutet, prandaj kërkoni atë çast në fundin e ditës pas ikindis. Ulemat kanë hilaf dhe ka disa transmetime të ndryshme.
A është pasi që të hipe imami në hutbe dhe pas asaj fillon këtë çasti ku Allahu i pranon lutjet, lut në Allahun që shtaj bën kajmi, që kjo koha e ditës së xumës kanë si nota e kadrit. Lut në Allahun se Allahu jep. Kjo është vlera e tij, ka vëllezër të nderuar. Njeriu ka nevojë, vallahi, sahabët edhe muslimanët e parë kur ju kanë shki kundrat e kanë lut Allahun, o Allah ma bën nasip mi ngjit. Do i ka ro kulmi shtëpis. Grujen se kanë Terezi, e vladët si kanë Terezi, dhe halat del në qajtore dhe vajton, ndërsa Allah dur nuk janë ngrit mi thonë, o Allah, unë i kam punë katastrofë, përmiso ma familjen time, përmiso mu, unë jam njeri keq, unë nuk jam njeri mirë, me bo tybe dhe istikfar, në këtë ditë o vëllezër. Andaj, pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam nga etika kana me kërku këtë qast. Vëllezër, pa dash me zgjatë edhe 2 pika, edhe në ditën e xuma është e preferuar që Allahu subhanahu wa taala besimtarin nga mirësitë e kësaj dite, Allahu po ia fal ka gjunaat. Tha pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam, kush pastron shtëpinë e tij dhe merr abdes dhe niset për në xhami, Allahu ia fal gjunaat prej në xhumë. Don kjo në xhami, prej kësaj xhumaje, shka ki bon në xhumën e kaluar deri tash, Allahu t'i fal gjunaat mëkatet e vola. Kjo mirësia e kësaj dite dhe e fundit vëllezër të nderuar, me dëgju imamin dhe me u drejtu me fytyrë. Transmeton Imam Albani silsiletu sahiha, ku thot se ka thonë pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam, apo e kanë nxjerr përfitimin nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thonë të drejtuarit nga hatibi, ligjëruesi, është prej suneteve të haruara që njerëzit e kanë lënë. Domthon këshirin tokë, këshirin tesbih, këshirin telefon, mirë po nuk e këshirin hatibin gjatë ligjërimit. Jo pse është i heshëm apo di me fol, po kjo është suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vëllazër, dhe për fund, kush merr abdes shtëpinë e tij dhe e ka niyetin vetëm me shku në xhami me fal xhuman, pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam me kusht me dal në kam, tha për çdo hap çka e ban, e ka 1 vjet axharim në file, 1 hap, dhe hapi i dytë 1 vjet i shënohet sikur se me fal namaznate. Kjo është mirësia e ditës së xumës. Allah na vao për atyre të cilët kujdesemi për namazin e xumës. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwa al-ghafuru ar-rahim.